E gjetë mamin, më në fund e gjetë mamin. Mami ishte nisur me autobus që thonim, nga qyteti ku jeton, edhe do takoheshin në mes të rrugës me Evën, nëse se pat videon e parë, po ua shpjegoj tani me dy fjalë. Shoferi i autobusit harroi ta zbriste aty ku duhet të zbriste, edhe ndaja iku akoma më tutje, po më në fund e gjetën. Tani, siç mund të shikoni aty u nisën për në fshatë, kishte dalë edhe babi me makinë që t'i priste, që të mundeshin të merrin të gjitha gjërat që kishin, arriti edhe xhaxhai, kushërira, të gjithë së bashku. Tani po shkojnë në fshat edhe vetëm unë nuk jam këtu. Nuk është drejt fare, jo. Arritëm tek shtëpia ime dashur që më ka munguar kaq shumë. Këtu mami na ka vendosur dhe fotografit kur ishte Eva nuse. Këtu, te fotografia. Këtu po shtrojnë tani të gjithë çarçafët edhe krevatët. Katerinën tani e vuri Eva në punë, sa vajti atje. Filloi edhe mami të gjitha të shtrojë krevatët. E kështu se kanë njerëz siç e kupton jo njerëz të dashur, edhe duhet të fillojnë përgatitjet. Të gjithë po punojnë, nuk mund të rri dot njeri, tani nuk bëhet përderisa janë të gjithë mysafir, se mysafir janë të gjithë. Vetëm Eva vajt drejt edhe të futet në krevat, ashtu të keqen motra, ashtu. I mbarove të gjitha punët ti, le ti bëjnë të tjerët punët, mirë që more shoqet me vetë të bëj punët edhe ti hajde, natë e mirë.